Tani sapo ka dalë, është publikuar kënga më e re, projekti muzikor i yti. Po, me Xhanin. Dhe unë jam shumë i lumtur dhe do të pyesja si erdhi si ide? U bazuar në një eksperiencë konkrete? Po, ja do ta shpjegoj të gjithën tani. Unë me Xhanin, të dashurin tim domethënë, kemi gati më shumë se një vit që përgatitemi për një këngë. Kemi shumë këngë në arkiva, nuk është vetëm kjo. Kemi punuar shumë në studio, por po mendojmë që t'i nxjerrim avash avash dhe të jenë domethënë të mirëmenduara shumë njëra ato këngë. Nuk duam që t'i djegim në thonjza këngët, sepse duam që të investojmë fiks për këngët. Kjo ide erdhi që në momentin që unë isha në Shizon Top dhe pasi mbaroi Shizon Topi dhe unë eliminova, ishte momenti që do shkoja tek Shot Clubi që do flisnin pas eliminimit tim. Dhe unë nga që kisha falenderuar tani të dashurin tim, kishin kërmuar dhe kishin parë që Xhani ishte këngëtar, se unë e thash që e përshëndesësh artiste një këtë botë, pasi u eliminova, kishin kërkuar që ishte këngëtare kështu edhe filluan të më ngacmonin aty. Dhe unë aty edhe për të dalë pa nga situata, thash që kemi projekte bashk, gjëra të tilla, ndërkohë që ne kishim shkruar këngë edhe gjëra kështu, nuk e kishim menduar që ta bënim kaq serioze vërtet një këngë bashk. Domethënë e kishim menduar, po jo që do vinte kaq seriozisht një këngë, një projekt i mirëfillt i realizuar kaq shpejt nga ne të dy. Dhe thjesht kjo gjëja na detyroi në thonjza që duhet ta hidhnim atë këngën.